الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vazhdojmë me trajtimin e pamjeve, sekuencave që i ka pa pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit të tij në Isra dhe Mi'raj, dhe kemi trajtuar disa prej tyre. Dhe prej ngjarjeve apo prej pamjeve që i ka parë gjatë këtij udhëtimi me lejen e Allahut, me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, është edhe ajo se e ka parë një dru i cili po i këpuste njerëzit që po kalonin pranë saj, sikurse i këput thika produktet. Por një dru i madh që i këpuste njerëzit që e kalonin atë dru. Edhe i bani përshtypje kjo pejgamberi i Zotit, normalisht. E pyeti Xhibrilin alayhis salam, i tha: kush janë këta njerëz dhe çfarë po ndodh me ta? Pse ky dru po i këput ata? Tha, këta janë ata të cilat i kanë penguar njerëzit në rrugë. Edhe e ka cituar ajetin kuranor ku thotë Allahu në Kur'an: "Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Që do të thotë, mos i pengoni në rrugë, mos i kërcënoni edhe mos i pengoni në rrugën e Allahut ata të cilët e besojnë atë. Ky ajet ka zbritur kur Allahu i Madhërisht i ka treguar për atë se çfarë i kanë ngjarë Shuaibit alayhis salam. Po e ka treguar pejgamberit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për atë se si e kanë pengu Shuaibin edhe besimtarët e Allahut, pasuesit e Shuaibit, jo besimtarët e kohës tij. Janë bë pengesë. Tash këtu pengusit, fjala është edhe për pengusit material, por edhe për pengusit spiritual. Edhe për cubat që kanë dalë në për rrugë dhe i kanë pengu njerëzit, i kanë plaçkit njerëzit, por para së gjitha është bëhet fjalë për ata që i kanë pengu njerëzit me besu. Sepse ajeti po thotë: "Wa tabghunaha iwaja." Men amana bihi wa tabghunaha iwaja. Mos i pengoni, mos i kërcënoni ata të cilët i kanë besuar atij për pejgamber, për t'u shtrëmbruar atyre fen. Kjo ajet tregon se çdo njeri që bëhet pengues i dikujt tjetër pa drejtësisht, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin shpirtëror. Pra, si në aspektin e plaçkitjes së dikujt, si në aspektin e pengimit në besim, madje kjo e dyta është shumë më rrezikshme. Nëse dikush bëhet pengesë në një mënyrë apo tjetër, që dikush me besu, e pengon, nuk lejon çaj me besu në Allah, nuk lejon çaj me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk lejon që ai me qenë prej pasuesve të Kuranit, fjalës së Allahut, të traditës së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky njeri do të ketë një dënim specifik dhe dëmshëm, sikurse po tregon pejgamberi Allahut në kohën kur e ka përjetuar këtë pamje në Miraj, sepse kemi thonë ashtu siç ka shpërblime specifike për të shpërblyerit në xhenet. Futja në xhenet është mirësi e përgjithshme, por brenda xheneteve të Allahut ka shpërblime dalluese. Aty Allahu i dallon edhe me grada, edhe me përjetime të kënaqësive, edhe me posedim të mirësive të xhenetit, pra i dallon Allahu varësisht prej sinqeritetit dhe për veprave që i kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Kështu është edhe me banorët e zjarrit të xhenemit. Pra, përgjithsisht, ata që do ta meritojnë hyrjen në xhenem do të futen në xhenem. Por brenda xhenemit ata do të kenë dënime të lloj-llojshme, varësisht nga ajo se si kanë punu, si kanë vepru, çfarë kanë besu, edhe si kanë mohu.
Dhe një prej mënyrave që Allah ka me ndëshku disa njerëz, sipas asaj që e ka pa pejgamberi Allahut në udhëtimin e tij në Miraj, është edhe ajo se ka me ndëshku disa njerëz duke i prej sikurse i prej thika produktet me një dru të veçantë që Allahu e krijon në mënyrën që ai e di se si dhe se si funksionon. Ai është i plot fuqishëm për me bë çfarëdo që ai dëshiron. Për arsye se këta njerëz jo kanë prej rrugën pa drejtësisht tjerëve. Jo kanë prej rrugën me besu. Nuk i kanë liu me besu, sikurse ja kanë bë popullit Shuaibit alayhis salam. Dikujt tjetër ja kanë prej rrugën për mos me punu, mos me gjallnu, ja kanë plaçkit pasunin, e kanë keq përdor, e kanë dhunu. Gjëra që kanë ndodhur shumë më herët, sidomos në kohrat e lashta. Por edhe çdo lloj plaçkitje e sodit që bëhet, çdo lloj keqpërdorimi i sodit që bëhet, çdo lloj pengimi në besim që sot bëhet, në mënyra moderne, hyn në këtë kërcënim, edhe në këtë dëshkim. Andaj gjithë ata të cilat e kanë marrë guximin me luftu fen, e kanë marrë guximin me i pengu besimtarët, vetëm se besojnë, vetëm se thonë besoj Allahun, e pasoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë se për ta është përgatit një dënim i dhëmshëm në ditën e gjykimit. Për arsye se ata e kanë marrë guximin me sfidu Allahun, e kush mund ta sfidojë Allahun? Ai që i pengon besimtarët e Allahut me besu, ai realisht është duke sfidu Allahun. E Allahu çfarë thot në hadithin qudsi? Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma cënon mua një prej dashurve të mi, çdo besimtar i Allahut që e beson Allahun për Zot hak, edhe që e beson Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, e beson Kur'anin për libër të Allahut, e beson traditën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si rruga e vetme e pasimit të Kur'anit. Ky njeri është wali prej evlijave të Allahut, është i dashur i Allahut. Allah thot në Kur'an: "Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun." Dini mirë se evlijat e Allahut as kanë me pas frikë e as kanë me pas mërzi. Kush janë ta? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Janë ata cilët kanë besuar Allahun, duke përfshirë çdo gjë që ka të bëjë me Allahun për Zot, me Islamin për fe, me Kur'anin për libër të Zotit, me Muhammed Mustafa për pejgamber Zotit, me traditën e tij si rrugë profetike e kështu me radhë. Wa kanu yattaqun, edhe kanë qëndruar në këtë besim me devotshmëri. Pra nuk do të me pas diçka ekskluzive, speciale për me qenë evlija i Allahut. Absolutisht jo. E pastaj në evlijallëk dallojnë njerëzit. Sa më shumë dituri dhe vepër, sa më shumë praktikim diturisë, aq më evlijat e Allahut. Pra nuk është sikur se pretendojnë disa sekte se evlijat e Allahut janë vetëm një grup njerëzish i veçantë, të cilët edhe i shejtrojnë. Kjo është gabim, është koncept i gabuar. Allahu po tregon se çdo besimtar që e beson Allahun hak, e pason Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam është i dashur i Allahut. Por pastaj brenda këtij komuniteti të evlijave të Allahut ka dallime. Sepse devotshmëria nuk është e njëjtë tek të gjithë. Sepse të gjithë nuk veprojnë njëjtë. Dikush është më i përkushtuar, dikush është më i sinqert, dikush është më i angazhuar kështu me radhë. Gjithashtu pe gjanave tjera që e ka pa pejgamberi Allahut në Miraj është edhe ajo se e ka pa një njeri që e kap një gur të madh, por s'mundet me e mbajt. Pra e merr një gur të madh, e mundohet me e mbajt, e merr e s'mundet me e mbajt, e i bjen, e merr e i bjen, e merr e i bjen, e kjo i bën përshtypje pejgamberit Allahut, dhe thotë: "O Xhibril, po çka puna me këto? Pse ky po e ngarkon veten kur s'po mundet me mbajt?" Thotë: "Ky është për atyre që në dynjë i ka marrë emanetet që si përkasin." Pra ka marrë kompetenca që nuk kanë qenë për të. Sidomos kjo vlen për ahirit zemanin. Pejgamberi Allahut e ka thonë një fjalë që meriton të shkruhet me ujë dukati. Ka thonë: "Rahim Allahu mra'an arafa qadra nafsihi." Allahu e ka mëshiruar atë njeri që ja din takatin vetit. Me përkthyer ndryshe populli thonë ja din hallin vetit. Nuk ka nimet më të madh se sa me ja dit hallin vetit. Kur e din kush je, edhe e din për çka je. Kur e din kush je dhe për çka je, ti nuk insiston me i marr kompetenca që nuk takojnë.
sepse bën padrejtësi, mas pari i bën padrejtësi vetvetes. E mbi ngarkon veten me përgjegjësi që nuk takojnë. E në ditën e gjykimit ata cilët kanë me i marrë disa përgjegjësi që nuk ju takojnë, për shkak se kanë me marrë në qafë atë grup njerëzish që ata ju udhëheqin, ose atë popull që ata udhëheqin, e nuk kanë qenë për me marrë atë përgjegjësi, ata kanë me undëshku në zjarë xhenemit me qëta gurë të mlaj që kanë me i majtë, kanë me qenë të obliguar me i kap, e s'kanë me mujtë me i bajtë. Vazhdimisht, pse? Nuk ke qenë ti person që ke mujtë me i bajtë ato përgjegjësi mbi supet tua, e ti megjithatë ke insistu me i bajtë. Sidomos, kjo vlen për ata që bartin përgjegjësi institucionale, qoftë shtetërore, qoftë fetare, qoftë menaxheriale, por besa dhe familjare. Në qoftë se nuk je i gatum për atë punë, mos e merr atë përgjegjësi, mos e ngarko veten, leja atij që është për atë punë. Allah thënë Kur'an, ja ejuhalladhina amanu, la takhunu Allaha war rasula, wa takhunu amanatikum. O ju që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e Allahut, e pastaj ti tradhtoni edhe emanetet tuaja, përgjegjësitë tuaja. Pra Allah në mënyrë specifike po tregon, nëse jemi besimtarë të Allahut, duhet ta dimë mirë që përgjegjësitë të cilat neve na përkasin, duhet me i ndërmarr atëherë kur është koha, atëherë kur është nevoja, dhe nëse jemi të denjë për ta bërë një gjë të tillë. Nëse nuk jemi, duhet me i hap udha atij që është. Mos me marrë në qafë as familjen, mos me marrë në qafë as institucionin gjels, mos me marrë në qafë as shtetin e as popullin. E një për shenjave të kiametit, fatkeqësisht është se, para se më bëu kiameti, kanë me i pri njerëzve, kanë me u pri ata që nuk janë për me u pri. Kanë me luftu me zvete kush për e merë përgjegjësinë, me u udhëheq të tjerët për interese personale. Për këtë arsye Allah në fundin e këtij ajeti tregon se familja edhe pasuria din të jenë edhe sprovë për neve. Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Edhe dijeni mirë se pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë fitnë për juve. Janë sprovë. Mos u mashtroni. Pra Allah po don me na thonë që mos jepni përparësi interesit tuaj material as familjar, kur është në pyetje përgjegjësia. Nëse është pyetje me marrni përgjegjësi, veç se ai post ka pasuri, veç se ai post është privilegjues në shoqëni, për shembull, mund është më bë kryetari i një vendi, apo drejtori i një kompanie, apo kujdi se çka. Kjo t'jet nam, t'jep zë, normalisht t'jep zë. Mirë, po para se gjitha është para se me e këshyr zanin, para se me e këshyr pasurin që mund është me përfitu për ati posti, dush me e këshyr përgjithsin, a muj unë me kry qëtë përgjithsi. E mos me i dhonë për parësi interesit personale, as familjare, as pasuris, material. Që Allah po thot, ajo që Allah ka përgatit për ju është shumë më mirë, se sa ajo që ju poziciononi me përfitu prej qëti posti, ose prej qësaj përgjithsi e caktume. Pra Allah në një farforme, për na thot mos u korritni me Zotin për pak pare kësaj dynjaje, e për një post mashtrues kësaj dynjaje. Mos u korritni me Allahun, se në ditën e gjykimit s'keni ku shkoni. Ku keni me shku? Keni me dhënë llogari, në hollësi, për çdo gjë që na flasim, për çdo gjë që na veprojmë, sidomos kur kemi përgjegjësi grupore apo kolektive apo familjare, se fundja përgjegjësitë personale mi të kaluar shumë më lehtë se sa përgjegjësitë kolektive. Se nëse e merr në qafë për përgjegjësi personale, dikon më shumë ti e merr veten. Ama për përgjegjësi kolektive e merr një popull. E merr një kompani, e merr një familje, një grup. Pra përgjegjësia është shumë më e madhe. Prandaj edhe pasojat janë shumë më të mëdha. Gjitha këto pamje që i ka pa pejgamberi Allahut, unë i kam thënë edhe në fillim. Nuk e ka përzgjedhur Allahu rastësisht pejgamberin e tij për me i pa çdo pamje paralajmëruese dhe informuese nga teoria në praktik se si ka me ndodhë. Se teorikisht Allahu këtë ja ka tregu përmes ajeteve të Kuranit, pejgamberit Allahut. Por ka dashur edhe praktikisht për me bë si dëshmitar të ummetit të tij. Na për shembull, gjithë besojmë se Siberia ekziston. Edhe gjithë besojmë se atje temperaturat janë shumë të ulta.
disa thonë arrin deri në -60°C. Edhe këtë besojmë. Pse? Na kanë tregu lajmtarët e besueshëm. Kanë shkuar ekspertat, i kanë hulumtu, i kanë eksploruar këto vende, edhe na kanë tregu shkencëtarë se ekziston. Na s'kemi nevojë me shkuar atje me pa për me besu që ekziston Siberia, edhe për mi ditë karakteristikat e atij vendi. S'kemi nevojë. Pse? Lajmtarët e besueshëm na kanë tregu. E kur bëhet fjalë për informacionet absolute, për informacionet që i përkasin dimenzionit tjetër jetësor, që i përkasin ahiretit, që i përkasin xhenetit e xhehenemit, Allahu e ka përzgjedhur lajmtarin e besueshëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për me plotësu drejtsinë e tij ndaj nesh, nuk ka dashur me leju që vetëm me na informu teorikisht. Për ka dashur për jetës kësaj bote, me na informu edhe praktikisht përmes dëshmitarit dhe lajmtarit më të besueshëm historitë njerëzimit, që është pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi. Prandaj e ka marrë Miraxh dhe ja ka bërë çto sekuenca, çto pamje me i pa, në mënyrë që me na informu neve, jo vetëm teorikisht, por me dëshmu edhe praktikisht, me thonë, o vallahi i kum pa me sytë e mi. Që ato që Allahu na ka treguar në Kur'an teorikisht, unë i kum pa praktikisht me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Për mos me lënë hapësirë dikush me dyshu që Kur'ani është vetëm fjalë. Për mos me lënë hapësirë dikush me dyshu që s'ka jetë për tejme, që s'ka xhenet apo xhehenem, se vetë ekzistenca e jetës kësaj bote dëshmon për ekzistencën e botës për tejme. Sepse kjo botë është e kufizuar dhe nuk ka sens që na me përfundu vetëm me ngranë, me pi, me u çiftzu, me kriju familje dhe me vdekje me marr fund çdo gjë. Absolutisht nuk ka kuptim. Do të thonë logjika shëndosh njerëzore nuk e pranon një arsyetim tillë. Duhet detyrimisht me pas një jetë për tejme. Për me u vu barazia në vend, për mu trajtu gjanat me drejtësi, madje me drejtësi hynore, sepse çdo drejtësi jetës kësaj bote, në një mënyrë apo tjetër, ajo nëse nuk korruptohet mbetet relative. Ka raste që s'ka nevojë hiç kërkon me korruptu, s'ka dëshmi të mjaftueshme për mu akuzu ose për mu vërtetu krimi i një kriminali, janë fshi gjurmët, janë fshi dëshmit, edhe ai njeri pështon. Bredh rrugëve i lirë. E tash çka me bë? Pra drejtësia njerëzore s'po mund me sill argumente, do të me ekzistuar një drejtësi hynore që atje nuk fshihet kur gjë. Atje s'ka mundësi me pas ndikim as shteti, as pushteti, as mbreti, as rishveti. Atje je ti edhe Allahu subhanahu wa taala, edhe trajtohen gjanat në hollësi. Lusim Allahun e Madhërisëm që për këtyre mësimeve, për këtyre ngjarjeve që pejgamberi Allahut na i ka transmetuar, na i ka treguar për të mirën tonë, na me marr mësime, me u parapragatit për ditën e gjykimit, edhe me urujt maksimalisht për këtyre kategorive që do të ndëshkohen ditën e gjykimit me ndëshkime specifike, e me qenë për atyre që në ditën e gjykimit do shpërblehen me shpërblime specifike, me shpërblime të veçanta që Allah i ka përgatit për disa robër të tij të veçantë. E mbi të gjitha lusim Allah me qenë për evlijave të Allah, për dashurve të Allah, për atyre që besimin në Zot, besimin në Islam, në Kur'an, në Muhammedin alayhis salam me kanë të fuqishëm, me kanë të palëkundur, ja dëshmojnë Allahut me vepra konkrete dhe me sinqeritet të thellë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpërbleft për dëgjimin.